Kamber Sulçaj dhe familjarët e tij nuk janë emra të panjohur për drejtësinë. 48 vjeçari i shpallur në kërkim për vrasjen e biznesmenit italian në Tepelen rezulton të jetë aksioner në një gurore në Brataj të Selenicës në Vlorë, të quajtur Ston Quaramenga. Në këtë gurore është aksioner me 25%, së bashku me babain e tij Delo Sulçaj, i cili ka 20% të aksioneve, dhe vëllain Akil alias Ermal Sulçaj me 15% të aksioneve. Në këtë gurore janë aksionerë edhe 2 persona të tjerë, të cilët nuk kanë lidhje me familjen Sulçaj. Përpos aksioneve në gurore, Kamber Sulçaj posedon edhe një stan me bagti. Ndërkohë, në maj të vitit 2021 në Vlorë, u arrestuan vëllai tjetër i Kamber Sulçajt, Gazmendi, së bashku me një kushëri të tyre, Roel Sulçajn. Ata u arrestuan me 2632 fara kanabisi, të cilat do t'i shisnin me qëllim kultivimin. Kujtojmë se ditën e sotme, policia njoftoi zyrtarisht se gjatë kontrolleve në banesën e 48 vjeçarit dhe banesat e familjarëve të tij në Vlorë për të arrestuar Kamber Sulçajn, policia gjeti edhe fara kanabisi. Nga kontrollet në banesën e 48 vjeçarit dhe familjarëve të tij, u gjetën rreth 2.5 milion lek, 3 armë gjahu dhe municion luftarak, 450 fara të dyshuara kanabisi dhe 2 kasaforta.